Edhe politikanët ndan urimet e tyre në festën e shenjtë të Pashkëve. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale një video me inteligjencë artificiale ku uron besimtarët katolik. Gëzuar ditën e re, shkruan Rama. Ndërkaq, delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka uruar të gjithë besimtarët për Pashkën katolike. Përmes një postimi në rrjetet sociale, delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka uruar që kjo periudhë e veçantë të sjellë shpresë të re, unitet dhe forcë për të gjithë. Delegacioni i Bashkimit Evropian uron një Pashkë të gëzuar edhe të paqët për komunitetin katolik në Shqipëri. Urojmë që kjo periudhë e veçantë të sjellë shpresë të re, unitet dhe forcë për të gjithë, shkruhet në njoftimin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Edhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përcjellë urimin e tij për besimtarët katolik me rastin e festës së Pashkës. Në një prononcim për mediat pas vizitës në katedralen e Shën Palit në Tiranë, Berisha e cilësoi ditën e ringjalljes së Krishtit si ditën më të rëndësishme në historinë e qytetërimit perëndimor. Ringjallja e Krishtit shënon momentin më frymëzues, më të rëndësishëm për mbar njerëzimin. Le të urojmë Pashkën tjetër ta kremtojmë më mirë dhe pak të keqet madhe që i ka rënë hisë Shqipërisë